Për i kline, po bëhet model. Modelizmin e shoh unë si një mundësia brenda natë më bë. Model mundesh më bë brenda natës. Është nga Kilina, që nga koha e pas luftës, Bekim Shllaku ishte ndër figurat më të veçanta të botës së modës. Ai theu tabunit të qenit model. Kështu, rrugtimi jem ka shumë rasti e madhe. Tash kur pe kujtoj atë kohën tonë, që nuk është kjo koha sot dhe që sot janë mundësi tjera, unë kam nisë karrierën teme qysh për viti 2004. Që prej asoj kohë ka qenë një revistë mujore javore, edhe i mershin modelat të cilët disa foto i postojshin në për këto revistat e vogla. Edhe po ta marrë pjesë me një revista të une, edhe 5 modelat më të mirë i kanë përzgjedhur që me marrë pjesë me një event që u zgjedh ke më i mirin. Edhe unë rastisa me konë që top 5 që në aty, edhe me arsi befasi tash, një djallë për i kline, me ardë Prishtinë tash, po edhe prej asoj koha atëre do të thotë ka nisë si rrugtim, po ka nisë pak me vështërsi, nuk janë konë ato mundësit atëre që janë sot. Kemi prit me pa durim me dalë një gazetë, me ta postu një foto, me thonë si kjo është model ose me folë diçka për jetën tone, edhe me ngrit vetën në qatë aspekt. Po, për mu, ka qenë që më thonë një ndjenje mirë, edhe mu doke interesant se në koha mas luftës me një erë, do të thotë nuk kemi prit që kemi evolu ka shpejt edhe kemi me qitë diçka më pa edhe nase, ta shtu i po në televizor, do të thotë modela tjerë, do të thotë që shka nesër për ata, edhe mu desha me shty vetën, me inkoraju, po falë do fotografat që kanë qenë atë kohë, edhe do shobet mi që të shtyshin hajde, dhe kështë që e mbusha menën vetë tash hajde pianisi po bona dhonë. Një du të munis pak se thoj me pa vetën pasqyrë, edhe munis për që ati faktit. Po, si një djali i ri që isha në atë kohë, e kisha fizikun, e kisha i gjatësine, tash se thojnë dhundin ma ka dhonë zoti pamjen, se kam zgjedh vetë ma ka dhonë zoti. Shoqënia më kanë inkoraju shumë, edhe më kanë shty shumë për para, hajde me provu, po pak kisha një farë, më thonë, ngurojsha paka shumë se a i vetë besimin, vetë vete, qka du me ba une, se pse po du me më ba model. Po, kur fillun do kontaktet para, në atë kohë do butika kanë qenë, hajde të kryo të revyjat klasike që o bajshin në atë kohë, edhe filloj me më pëlqy, u kryu rethi, shoqënia, familja për të mirë, hajde, kështu që më shtynën edhe e pashtë të rrugës që hajde diçka është hobi, se e difsha që nuk mune më konë kjo profesion që munesh me mbjetu për i kësajna, po thjesht hobi me kalu, edhe në atë kohë isha dhe student atër e fillova studimet, e pëshe prioritet më shumë studime, se sa që qeni të model, po ko pas ko atër shkoj të ndryshu koha dhe fillun atër me pas kontakte ma shumë, me të tjerë ma shumë me këto në atë kohë ka pas, vetëm me butika dhe këto revistat që delqin javore. Edhe kështu e nisa rrugtimin tem edhe ka vazhdu deri me sot. Rrugtimi i tij nisi nga Kosova, ani pse sot ai jeton në Vjenë, duke admiruar të qenit model edhe jashtë rrugëve tona. Me të drejtë jam i lumtur që ka nisë për Kosovës. Se nëse zbaj për vendin tem, unë për kanë duhet me babë. Kështu që jam tepër i lumtur edhe vazhdoj me kontribu hala dhe me qenë këto, edhe pse tash po jetoj me një vend tjetër, të mendu dhe atje paka shumë me ngritë si karrierë, po t'i dhonë prioritet më shumë aspekti tjetër të jetës teme personale, familjare, po këtu vazhdoj prap me ardhë edhe me shfaq vetën këtu, po normalisht që po du me ngrit pak edhe emnin tem edhe jashtë i Kosovës, po edhe me qenë si përfaqësuesi i Kosovës vende tjera, që të paktën me thonë ka dalë që Kosova ka njerëz të mirë, ka si vajza, si djemë që ka të mirë edhe bajke kemi një fizik, na edhe njifimi pjesa e Ballkanit, sidomos Kosova, njifimi që jemi edhe të pashëm, po e kemi edhe të pjesa gjatësisë, po edhe që kemi një farë imazhi
që më thonë taman kështu burnor. Të nisë për vitin 2004, deri me sot valla janë 20 diçka vite po bëhen. Po, janë ndër të parët, po thuaj gjenerata e parë, dhe po vazhdoj me majt veten prap mirë, po kujdes pak për fizikun, pak me gjim, edhe po mundësitë e sodit, ti kisha pas në atë kohë atëherë, kishim shku shumë përpara, kishim rri shumë dhe kishim deportu shumë larg. Po sot është pak më ndryshim ma lehtë, se sot mundesh me ardhur shumë më shpejt te kontakte dhe që njerëzit me të pa mu shfaq më shumë se sa atëherë. Gjenerata jonë mund duket atëherë ka qenë më shumë njerëzit llak kena pas një farë dashnie, kena pas një farë komunikimi shumë më të mirë, edhe jemi organizu, nuk e di çu jemi organizu, po në fund jemi bë bashkë. Edhe tash mirë është, po tash pesho pak më shumë interes. Gjërat kanë ndryshuar shumë. Ai thotë se brenda natës të rinjët arrin të bëhen model. Që është një mëngjes se thu po du mu bë model, sot edhe e bani një gjanë negative në rrjetet sociale dhe mjafton që ajo që me të kap tjertë edhe me të shfaq do të ty. Nuk ka kritere tash. Unë ashtu e shoh, nuk ka kritere, nuk ka një standard që ti dush mu bë model ose dush me qenë i vogël për me ardhur deri aty. Atëra kanë më ndryshi se kanë qenë do farjoria, kanë qenë një farloj agjensioni, të ka marrë, të ka po aji mundesh mi plotso kushtet, as mundesh mi plotso kushtet. Është një krahasim shumë i madh, po nuk do të thotë se tash që nuk ka modela të mirë, ka shumë të mirë për gjeneratën e re, shumë të mirë, edhe vajza edhe djem e kanë një farë pamje të mirë. Po, vish kësha pas qef që me qenë sa ma vetë, mos me qenë shumë jo real, se tash TikTok e këto pak pe bojnë vetën edhe pe hupin pak atë finon e deqenit model, po. Bekimin shpesh e kanë krahasuar edhe me aktorët botror. Po, e vërtet është më kanë krahasu me aktor italian, me aktor turq, me tonë drejtën mirë, ku të krahasojnë me dikant, po të mund parasysh që ata janë matrise sa unë në mosh, do thënë jetë pi përgjan të jatina shumë, po mos po përgjan ata mu, se unë jam me mosh pak më ndryshi, po mirë është, ata janë me aktor dhe modele janë me fond botrore. Edhe po më ka ndodhë edhe në Vjenë më ka ndodhë që njerëzit më kanë dalë në rrugës, ata bëjmë një fotografi pi përgjan këti italianit, këti turkut, edhe është interesant. A i vetëm nuk me u bo pjesë skenës filmike? Po, me tonë drejtën gjithmure kam pas qef. Po kam pas disa oferta aty këtu, po nuk kanë qenë që mu kanë përshtatë shumë, edhe kështu që s'kam vazhdu. Po në për këtu serialet në Kosovë kam marrë pjesë në disa, edhe mirë mu ka doke interesant me aktru. Nuk është kënë. Jemi popull dhe më i bukur në botë. Edhe jam krenar që jam shqiptar, edhe që jam kosovar.